Zotin ton, I qofter e lavdi, tash e për gjithmonë. Le ta bekojmë Zotin ton, I qofter e lavdi, tash e për gjithmonë. Krijesat e Zotit, bekojeni Zotin, angjëjt e Zotit, bekojeni Zotin, diell e hën, bekojeni Zotin, yjet e qellit, bekojeni Zotin. Le ta bekojmë Zotin ton, I qofter e lavdi, tash e për gjithmonë. Era e ujra, bekojeni Zotin, brymë e shi, bekojeni Zotin, vetët ima bubullima, bekojeni Zotin, reacar, bekojeni Zotin. Le ta bekojmë Zotin ton, I qofter e lavdi, tash e për gjithmonë. Në mentatit e birit, le të shpirti shenjt. Hiri Zotit ton, Jezu Krishti, dashuria e hyhat, dhe ndikimi I shpirti shenjt qof me ju të gjithë. Liturgjinë e shenjt në këte djela e 4 të kreshmeve nafton për një gëzim veçant. Gëzojnë, jo në mënyrë banale sepse kemi kaluar mes kreshme, por se afrohet edhe themelohet gjithmonë më tepër mesazhin e hirit të Zotit që na vjen në mënyrë veçantë në këtë kohë të kreshmeve e në perspektivë të pashkëve. E liturgjia e fjales, që është një liturgji shumë fuqishëm, që na tregon për një atë që pranon mbitë e tij me duri pafund, që kërkon ai fthimi ton në shtëpinë e tij, që kërkon bashkandarje plot për ne me çdo realitet që ai na ofron, që është pajtimi, që është falja të mëkateve, që është një jetë e re, një mundësi tjetër për me rindërtuar jetën tonë që nga themelët në Jezu Krishtin. Kjo është arsye e gëzimit. Për të arsye, edhe njëherë duke shqurtuar në dëgjezen tonë, kërkojmë faljen për mëkatet tona e na braktisim me plot besim në duart e Ati mëshirshëm. O Zot, Ti e dërguar Ti shërosh të penduarit me gjithë zemër, ki mëshirë. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, O Krisht, Ti erdhe Ti ftosh me kataret, ki mëshirë. Kriste, Kriste, Kriste eleison. Kriste, Kriste, Kriste eleison.
O Zot, ti që rinët e djathtën e Atit, lë ndërmjetëson për ne, ki mëshirë. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Te lutemi, o hyq, ti që me anë të fjales sate, e pajton mrekullisht gjinin njerëzore, be po të lutemi, që populli krishter të përgatitet me nxitim, me përshpirtërit e gatshme, e me fefe flak për kremtet e parshme, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin ton, që me ty jetojmë mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë, hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Lexim prej librit të Jezuehut. Atëherë Zoti i tha Jezuehut: sot ju ahoqat shnderimin e Egjiptit. Ai vend u quaj deri në ditën e sotme Galgal. Bijtë e Izraelit zun vend në Galgal, në rrafshin e Jerihonit, dhe të 14 ditë të muajit në mbrëmje i kremtuan pashkët. Prej së nesërmes filluan të ushqehen me prodhimet e atij vendi, me bukë të pabrum e për vlak kokra shelbi të përzhitur. Po atë ditë, të nesërmen, pasi hangren prej prodhimeve të vendit, edhe mana pushoi të bjerë. Bijtë e Izraelit nuk e përdorën më atë ushqim, por atë vit u ushqyen me prodhimet e tokës së Kanaanit. Fjala e Zotit. Falenderojmë. Lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë, lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë. Gjithë bashku. Lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë, lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë është lavdi i tij. Shpirti im mburret në Zotin. Le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë, lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë. Bashkë me mua jepini lavdi Zotit. Le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin, e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë, lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë. Shikojeni atë e do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turpërohet. Ja, skamnori e thiri në ndihmë e Zoti e dëgjoj,
dhe e shpëtoj nga të gjitha vuajtjet e tia. Lëftoje Zotin ton, lëftoje i të gjithë, lëftoje Zotin ton, lëftoje i të gjithë. Lexim prej letrës së dytë të Shën Palit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, nëse ndokush është në Krishtin, është krijesë e re, e vjetra u zhduk, dhe ja, u bë e reja. Të gjitha e kanë burimin në hyjin, i cili na pajtoi me vetvete me anë të Krishtit dhe neve na e besoi shërbesën e pajtimit. Sepse hyji në për Krishtin e pajtoi botën me vetvete, duke mos u amohuar njerëzve fajet e tyre e duke na besuar neve fjalen e pajtimit. Jemi pra përfaqësuesit e Krishtit. Hyj ju qorton përmes nesh. Ju përbejmë me anë në emër të Krishtit. Pajtohuni me hyjin. Atë që kur nuk bëri mëkat, hyj për ne e bëri mëkat, në mënyrë që në të ne të bëhemi drejtësi e hyjit. Fjala e Zotit. Laudit hyj, o Krisht, mbreti lavdise amshuar. Laudit hyj, o Krisht, mbreti lavdise amshuar. Do të qohem e do të shkoj tek i mat e do t'i them: O atë, rash në mëkat kundër qiellit e kundër teje. Laudit hyj, o Krisht, mbreti lavdise amshuar. Laudit hyj, o Krisht, mbreti lavdise amshuar. Zoti qof me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, të gjithë thagamlelesit dhe mëkatarët i afroheshin Jezusi për ta dëgjuar. Farizejtë e skribet në katnin. Ky i pranon mëkatarët, thoshin, e po ha me ta. Atëherë Jezusi u tregoi këtë shembulltyr. Një njeri kishte 2 djem. Djali i vogël i thatet: Bab, ma jep pjesën e pasurisë që më takon. Ai u andau pasurinë. Mas pak ditësh, djali i vogël mblolli çka pati, le shkoi në dhete largët e atje, i shkapërnderri pasurinë e vetë, duke jetuar i rampasvesesh. Kur spenzoi gjithçka pati, u bazi e madhe e buke në atë vend, e djali filloi të sprovoj skamjen. Atëherë shkoi e u lill rrogtar të një njeri ati vendi. Ky e dërgoi në tokat e veta t'i ruajtësit. E dëshironte të mbushte se paku ndonjëherë barkun me kokra çiçibunesh që hanin thit, por askush nuk ja jepte. Atëherë i erdhe mend e thoshte: Sa me ditëve tim atë u të prom buka, kurse unë këtu po vdesurie. Do të qoken e do të shkoj tek im atë e do t'i them: O atë,
rasht në mekat kundër qielje kundër teje. Nuk jam ma i den që quken hytë birë, me prano si njen dhe rogtaret e tu. U qua le mori rrugën le ktheket tek ati. Ndërsa ende ishte largë, i ati e pa. Unë ka zhnyer, u leshua prap, e mori ngrykle e pusi. Atër biri tha, o atë, rasht në mekat kundër qielit e kundër teje, nuk jam ma i den të quken hytë birë. Por jati u tha qertorve të vetë, si një shpej pekta më të mirat e veshnjani, vendja një unazen në dorë, le mbasurat në kembe, si një vicin e majnë e prenje të ham e të gëzojnë, sepse ky imbir pati vdekur e unë gjallë, pati humbur e u gjetë, e filuan të defrehen. Djali ti i malë ndoli në fush. Kur u kthye e ju afrua shtëpisë, dëgjoi këngë valle, thiri një shërtor dhe pyeti që ndolli. Ai përgjigji. U kthye vllai hyt, e hyt atë e preu viçin e majur, pse ju kthue djalin shnoshe mirë. Ai u zemëruar, le nuk deshi të hyj brenda. Jati doli jashtë dhe ju lutë. Atër ai i tha tet, që se unë të shërbej tashë sa kohë e kurë nuk e shkela as një udhen tande, e ti kurë zme dhe as një të gostitem me mishtë e mi. Por kur ti erdhi ky djali hyt, që prishi pasurin tande me lavire, ti ja preve viçin e majmë. Biroi, tha jati, ti e gjithmonë me mua, e gjithka kam është e jotja. Por se u desh të gëzohemi e të ngazelohemi, sepse ky vllai hyt, pati vdekur e u ngjall, pati humbur e u gjet. Fjala e Zotit. Ele ne në këte Eukaristin jemi ftuar me merë pjesë në këte gustin që ati përgadit për ne, për me gëzuar, sepse ne si familje Zotit e ne si fëmi jemi duke gjetur prap rruga e shtëpisë e ky ban shkakton një gëzim në zemrën e Zotit. Jemi ne ata bitë që janë shpendar e që kthehen, që zbulojnë se nuk kanë një gjyqi rept që prit, por një ati me shirëshën, gati me ba fest për ne. E ungjili që kemi dëgjuar, që asë një ndë shembulltyre ma e qmueshën, e që ka vetën ungjilin e Lukës, na tregon në mënyrë ashtu si një tregim e bukur, çfarë asa thelbin e fen ton krister faktikisht. Por unë preferoj sot në këtë vit na përqendruar në leximin e dytë, ajo i Shempalit apostullit drejtuar Korintasve, sepse atje në mënyrë sintetike kemi çka ungjili në mënyrë më e gjatë na tregon. E për të arsye se bashku me ju rilezoj disa shprehje që janë nga vetë Shempali, ai që na ofron në mënyrë shumë qartë çfarë është në zemrën e Zotit për ne, çka ai ka përgatitur. E arsye për të cili ne quajmë mesazhi kristian ungjilli, do me thënë evangelion, lajmin e mirë. Çfarë është lajmin e mirë? Nuk është lajm thjesht, është vepra e Zotit ofruar neve për na jepë një mundësi tjetër, për me rendërtua në marrëdhënie që ndoshta
ishte prishur në kohë në mënyrë historike për çka i përket historia e njerëzimit e për çka i përket neve si historinë tonë personale. Edhe çka ai ne ofron gjithmonë pa pushuar. Pali filon me një shpallje shumë interesante që ashtë lidhur në fati që ai në këtë pjesë e letrës së Korintasve, letra e dytë, ai ashtë duke paraqitur çfarë ashtë thelbin e misionin e tij, shërbimin e tij apostolik. Çfarë është apostulimi? Çfarë është mesazhi që Krishti ka besuar apostujve, edhe për këtë arsye edhe neve si kishë, për me shpalu mes njerëz. Është një lajmi që jep shpresë. E kjo shpresa shkakton një gëzim. Thotë se nga burimi, nga Zoti si burim, ka një iniciativë re për historia e njeriut. Hyj na pajton. E pajton ai nëpërmjet Jezu Krishti. Krishti është mjet pajtimi mes njeriu që u larguar nga marrëdhënia me Zotin, edhe hyj që dëshiron me vazhduar edhe një herë. Nuk ka të lodhur prej neje. Unë shpesh besoj për mua, edhe duke shikuar që ndodh mes nesh, që ndodh në botë, andosta Zoti nuk ka sa akoma i lodhur nga njeriu. Si ka mundësi. Me të cilat gjërat që shikojmë pa drejtësinë, luftrat, gjëra që janë vërtet të çuditshëm e që na bën pikpyetje, a meritojnë ne diçka nga ne Zotit? A meritojmë me vazhduar jetën në këtë planet, o ashtu më mirë që zhdukemi të gjithë me një pastrim si ka qenë në Biblën tregimi e përmbytje. Mirë, përgjigja kemi këtu. Nëse ne njohim çfarë është zemra e hyjt për ne, një zemër atëror, atëherë nuk dushojmë fakti që ai ka për ne akoma dhimbje, akoma mëshirë, akoma një propozim për me vazhduar kjo historim. Ai kërkon pajtimi, e merr iniciativën e pajtimit. Se ke nuk është njeriu që mendon për me thy mrapa, por është Zoti që ofron me iniciativën e vet, ashtu, i papritur, i pakërkuar, një mundësi tjetër, një pajtim. Çfarë është pajtimi? Kujtoj mirë çfarë është pajtimi në Biblën, çfarë është pajtimi në shkrimin e shenjtë, sidomos në këtë mesazh që na drejton Shën Pali. Pajtimi zakonisht mes nesh janë dy palët që bisaton e shkjeron mos marrëveshje që kanë, e gjejnë një rrugë afrimi, duke falur njëri tjetrin o duke bë një rendërtim për çka është marrëdhënia që është. Por janë dy palët që bien dakord. Por këtu në këtë rast as diçka më tepër e më veçantë. Më veçantë sepse thotë Shën Pali vetë se në Krishtin e nëpërmjet Krishtin hyj pajton botën me vetveten duke mos u numëruar njerëzve fajt e tyre. Nuk e di, shpesh dëgjoj biseda që kanë edhe me grua e me burrin shpesh. Po ti atë kod me ke bashtu, po ti zakonisht e ban ashtu. E shkojnë tu balanca deri kur shikojnë çfarë janë pesha më e madhe nga një anë tjetër, sepse ti ke bashtu e unë kam bashtu. Unë ka bërë këta gëbime, po të ka bërë këta gjërat e mirë. Në janë tjetër barabartë. Paka shumë kemi biseda të tillë. Nuk është një bised të tillë që ban Zoti me ne. Biseda e tij është se në Jezu Krishtin ai pajton me botën me ne, mos tu numëruar njerëzve fajt e tyre.
Nuk asë një problem se kemi shku barabartë, atëherë shkojmë për para. Jo, jemi ne që jemi pjesa që me mungesat, dakord? Por ky nuk ka rëndësi në sytë e Zotit. Ai nuk pretendon që ne vlerësojmë sa gjëra mira që ka mbaj, ose sa e keqe kemi bërë ne, por ai vazhdon në rrugën e tij duke na ofruar një rrugë daljes nga situata tona që janë pa dalje. E shpjegon akoma më mirë, një fund, çfarë që është thelbi e ungjillit, do me thanë lajmin e mirë për ne, lajmin e mirë për botën. E thotë fatikisht në rreshtën e fundit, atë që kur u bë mëkat, e ashtu folur për Jezusi, hyi për ne e bëri mëkat. Do me thanë, Jezusi vdiq për ne si mëkatar, se kryq është një ndeshkim për një mëkatar në logjikën e ligjin e vjetër. Si fajtor, si kriminal, po ai ishte i pafajshëm. Ai jep i pafajshëm që për me vdekës si mëkatar. Për çfarë arsye? Për arsye që ne që jemi efektivisht mëkatar, të gjejmë jo ndeshkim, por jeta. Jo vdekja, por ngjalja. Kjo është logjika e pashkëve. Asta çka jemi duke përgatitur e çka kremtojnë. E arsye për të cili sot gëzojnë nëse e kemi vesh e zemër e hapur. Zoti afrohen neve jo se pagojnë borxhet tona, por se ai ka paguar borxhet tona në vendin tonë. Pa me pretenduar gjë, veten a pranon ti këta? Unë e ka ba pjesa ime. Nuk ka për me ba asgjë më tepër, kjo është lajmin e mirë. Po ti, a do me pranua vepra që unë kam ba për ty? O je gjithmonë byrë në vetë, duke menduar vetën për çka ta mungon, sa larg je, çfarë pradeci që je të pësuar, si keq është bota. Ka vetëm një mënyrë për me dalë jashtë në kohë vizioni pesimiste e negative. Me shikua, sa e mirë është Zoti, pavarësisht se si jemi ne, pavarësisht si është bota. Kjo është rritësia e lajmin e mirë e Krishterë, që sintetizon në këte pak fjalë Shën Pali e Shën Luka në këte tregin ka që bukur që kemi dëgjua në Ungjillin. Do me thanë se pajtimi prezupozon vullneti pa lekunshme të Zoti për me vazhdua me krijuar në marrëdhënie me ne. E bezditja e re në Jezu Krishtin është që ai vazhdon pavarësisht nga kushte negative që krijon ne në botë, e që nuk devion vullnetin e Zotit nga projektin e tij shpëtimtar. Përkundrazi ai merr pekta tona mëkatare për na ofrua pekta të reja e drejtësisë, do me thënë një jetë që është destinuar në rengjalje nëpërmjet falja që gjithmonë e kemi përpara. Atëherë vëllezër e motra ju kujtoj se kjo diela, kjo kreshme, që është gjithmonë një rast të tillë për me gjalleruar çfarë është zera e Zotit mes nesh, çfarë është vullnetin e tij ndaj nesh, është një kokë i volishëm, sidomos në këtë vit jubilar, që është një vit në të cilin në mënyrë edhe më përhapur ofrohet kjo ftesë të gjithë neve se jetojnë duke shpresuar ma shumë në mëshirën e Zotit se në pastërtitë e veprave tona. Ne jemi ftuar për me dëgjuar një fjalë, e kjo është mesazhin që Krishti beson apostujve e që beson edhe kishës. Do me thënë se ky nuk është diçka kufizuar me kohë, por është një mision që Krishti
e beson kishës. E si vazhdon Shempali duke përfunduar? Ne apostuj, e ne që jemi pasazhve të apostujve që jetojnë një kishë apostolike, çfarë është misionin tonë? Çfarë është identitetin tonë? Ne jemi përfaqësues të Krishtit në këtë botë. Do me thënë se mas që kemi prekur me duar tona zemra e butë i Zotit, që përjetojmë mbi ne, që jemi falur edhe nëse nuk meritojnë, kemi vetëm një detyrë, me shpal tjetër, me dëshmuar tjetër. Edhe ju kemi mundësi, shikoni që si ishim unë, e si ka bazë Zoti me mua jetën time tani. Ne jemi dëshmitarë në botë, nëse ndryshojnë falë kjo mesazh, dashurie e falje, që na vjen falas. E fillojnë me vepruar me një logjik tjetër, edhe njeri me tjetrin. Sidomos ku jemi në borxh njeri me tjetrin. Hyj ju çorton përmes nesh. Kjo është një mesazh që nga goja e kishës, ka goja e Zotit kalon në gojën e kishës, e nga goja e kishës kalon në zemrat tuaja. Kjo është misioni i kishës. Misioni i kishës është kjo. Nuk është me ndërtu kishat të komunaret o nuk e di çka akoma, është me ndërtuar një shtëpi pranueshëm për të gjithë ata që kanë nevojë për mëshirë. E pali akoma, e ban të mia, këta fjalët e palit në këtë moment, që e kam për detyrë, për detyrë e ministerial me shpallur të fjalë, pajtohuni me hyn. Ju përbejnë emën të Krishtit. Duke se pali gjyzohet para ata korintasve e gjyzohet para leje sot, që shpalet këtu në këtë fjalë, gjyzohem tu lutur juve. Mos haroni, mos humdi këtë mundësi, por pajtohuni me hyn, sepse kushtet janë këta që kanë shpjeguar përpara, janë kushte kryesisht në favor tuaj. Çka pretendon Zoti? Ai pagon borxhet tona. E atëherë, vërtet ju kujtoj se dëgjimi fjalës së Zotit është vërtet një ngushtim nëse e merr seriozisht. Nuk janë fjalët e kota, janë fjalët që kanë ndryshuar historia. Kjo është thelbi i ungjillit. Kjo është shtylla që mbështet feja jon krishtere. Tu jemi në qendër esencës që është feja e krishtere. Si vepron Zoti me ne, e si ne duke jetuar në mirënjohje ndaj Zotit, kemi mundësi për me ndryshuar jetën tonë, marrëdhënien tonë. Me ndryshuar edhe perceptimin që kemi për jetën tonë, për kalumen tonë, për gabimet që kemi ba. Jemi rigjeneruar. Ringjallja filon nga pajtimi. Ringjallja e trupit përfunditare, as pasoja e këto pajtim që fillon sot. Për të arsye, mbushni zemrën me shpresë. Mbushni sytë tuaj me një dritë optimizëm, që nuk është ashtu një optimizëm kot, por as bazuar mbi çka Zoti gjithmonë as gati me bë për ne. Ka shkuar një herë për gjithmonë në kryq, por në mënyrë ideale ai ri për këto efektet e kryqëzimi e ka për ne sot në këtë moment, nëse jemi hapur me mendje e me zemër, për me kuptuar çka ai bën për ne. E për arsye që kemi nevojë për me jetuar në mënyrë intensive, kjo realitet, me kujtuar çka ndoshta harojnë për arsye të ndryshme të jetës, kujtojnë se Kreshme është kohë i volishme për këtë punë. E për të arsye, duke pranuar ftesa e Shempalit, që thate jemi inkarguar nga Zoti, ne si apostuj, ne si kishë, për me shpalu në botë
kjo mesazh pajtimi ju ftoj me gjithë zemër, se në këtë Kreshmë kushtoni një moment veçantë për një dëgjim fort, një dëgjim e thellë e fjalës së Zotit. Për këtë arsye, si Këshilli Baritor e kemi caktuar pikërisht në java që po filon, java e 4, java e gëzimit, një moment të dëgjimi për ta në famulin. Në kokën e kaluar, Kreshme ishte një kokë dëgjimi forte, gati çdo ditë ishte predikimet veçantë për popullin. Tani, e din që është një fije vështirë për shumë arsye, por kemi caktuar 3 ditë, prente ashme, shtune ashme, e diela e ashme, për një dëgjim veçantë, të cili jeni ftuar të gjithë. Filojnë prente, në orën 5 me udhaj kryqit, e do të kemi një katekeze, Masa rifilojnë shtune paradit, programi e keni edhe të kishe, do të kujtojnë në fund e meshtis. Edhe shtune mas dit. E djela do të rifilojnë me meshën e shenjtë e me një katekeze edhe mas mesh. Asë një sakrifisë. Kjo është koka e sakrifisë. Ma mirë, nuk ka kuptim me hangë grosh e me dhamë mishë, nëse nuk gjejnë vendë, e nuk gjejnë mënyrë për me kushtuar një vëmendje veçantë për fjalën e Zotit. Kjo dimensioni tjetër e Kreshmeve, që është lutja ma e fortë, realizohet në praktikat e ndryshme si udhaj kryqit, por edhe në këtë dëgjim fort e fjalës së Zotit. Joftojnë ndoshta as mënyra më e përshtatshme edhe për me jetuar mirë këtë vit jubilar, duke përfituar për të gjitha gjëra që ofrohet në këtë kokë e shenjtë. Edhe dëgjimin e fjalës është lidhur në këtë vit jubilar me ndjesën e plot. Do të thënë, nga falja e mëkateve edhe falja plot edhe të pasojat e mëkateve. Asnjë hir plot, një hir veçantë. Ju ftoj, merrni në dorë agjendën tuaj. Kemi thënë dielën e kaluar që nuk jemi pronari kokës, por jemi pronari veten e agjendën. Shënoni, lironi kohë, lironi angazhimet tuaja, pse e kemi punë me Zotin. Ai na pret, ai na fton. Qoftë lënduar Jezu Krishti. Besoj një hyjtë e vetëm, atin e gjithëpustetshëm, krijuesin e qiellit e tokës. Besoj në Jezu Krishtin, birin e tij të vetën, Zotin ton, i cili u zu për virtyt të Shpirtit Shenjtë, lindi prej Virgjës Mari, fsoi mundimet në Poncin Pilat, u kërcëzuar vdiq e u varros, zbriti në mbretërinë e vdekjes, të tretën ditë u ngjall prej të vdekurve, u ngjit në qiell, rinë të djastën e Atit të gjithëpustetshëm. Prej aty do të vi për të gjykuar të gjallit të vdekurit. Besoj në Shpirtin Shenjtë, Kishën e Shenjtë Katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, gjallin e trupit, jetën e pasosur. Amen. Vlezër e motra, Zoti na do, na fale, na shpëton. Gëzimi i tij është që na jep jetën e vet. Ti besojmë premtimit që na jep nga Krishti biri i hyti. Të lutemi së bashku e të themi: na trego o Zot mëshirën tënde. Na trego o Zot mëshirën tënde. O Zot, bëj që kisha të ushtroj me besim shërbesën e pajtimit dhe ti pranoj të gjithë me dashurinë ane. Të lutemi. Na trego o Zot mëshirën tënde. O Zot, mbështeti ata që kanë detyrën të kujdesen për mirëqenien e njerëzve, që t'jenë të vëmendshëm për më të varfrit dhe për ata që kanë më shumë nevojë. Të lutemi. Na trego o Zot mëshirën tënde. O Zot,
Ti që ke ardhur për ne, të cilët ishim larg nga shtëpia e Atit, bëj të shijojmë mëshirën e hyjit, të lutemi. Na trego, o Zot, mëshirën tënde. O Zot, bëj që nga kjo Eukaristi të mësojmë të tregojmë vëmendje dhe solidaritet për vllajën dhe motrën tonë që kanë gabuar. Të lutemi. Na trego, o Zot, mëshirën tënde. O Zot, pasi vete kemi provuar mëshirën tënde, na jep hirin që t'jemi të mëshirshëm kundrejt vëllezërve tanë. Të lutemi. Na trego, o Zot, mëshirën tënde. O hyjati hyn, pranoj lutjet tona dhe bëj që të gjithë bitet tu të liruan nga mëkati, të kryen në ecje drejt së vërtetës, drejtësisë dhe paqes, që një ditë të këndoj në amshim mëshirën tënde, në për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Që flia i meri juaja të dale për qysme para hyjati të gjithë pustetshëm. Duke të lutur me përvujtni, me gëzim po t'i kustojmë o Zot, dhuratat e shërimi jam shuhar, lëbej që të nderojmë besnikërisht, dhe t'i kushtojnë si lypet për shpetimin e botës, në për Krishtin Zotin ton.
Amen. Zoti qof me ju. Ti lartësoj me zemrat, I kemi të Zoti, te falenderojme, Zoti im ton, shpune dhe drejt, për një menta shpune dhe drejt, është të trjona le burin shëlbimi, te falemi nderi gjithmon e gjithkun, ty o Zot ati shenjë ty I gjithpustet që ne jam shuar, ti uasatove bifte tu te kohe të veçan, për triu pastertin e shpirtit, që me shpirtelin nga ndjenjat e çrreguluara, ashtu te kujdesohet për vlerat e përkohshme, që zemrën ta kenë të ngulur në vlerat e përhershme. Le prandaj, po te lavderoj me shenjtë elemete gjishëngjëj, duke thënë pa pushuar. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Me të vërtet jeshen të Zot lastë drejt e të lëvdoj të krijes, sepse ti ne për birin tanë Jezu Krishtin Zotin ton e me vepren e fuqishme të shpirtin shenjt, jep jet le shenteron gjithin e vazhdon të baskosh, resvetes popullin që nga lindja djelit e derin e Perëndim, të kushtohen ndër të emrin tandë, flia e panjol. Prandaj o Zot, po të lutemi me përvujtëri, dhe njohu të shenterosh me fuqin e të njëjti shpirt, to durata që I solen për t'i kushtuar ty, që të bahen korpi e gjaku I Zotit ton Jezu Krishtit, I cili na ulderoi t'i kremtoi to mistere. A I vetë atën natën e të cilën që traltuar, mori buken, të falenderoi e bekoi e theu, u alanzans vet le tha. Merrni e hani të gjithë prej ti. Ky është korpi im që do të vjohet për ju. Po ashtu, pasi kryedarka mori dhe kelkun të falenderoj e bekoj, u alanzans vet le tha.
Merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakutimi bezdhirjes së redet jam shuar, që të derlet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjni këtë në për kujtimin tim. Misteri fes, kur doher që hal, prej kësaj buke e lepin, prej ti kelku, ne kumtojmë dhe kjeltande o Zot, edhe presim Prandaj o Zot, duke përkujtuar mundime shpëtimtare të birin tënd, sjell ngjaljen e tij të malerueshme në të ngjitjen e tij në qiell, e duke pritur ardhjen e tij të dytë, po ta kushtojmë me falënderim të flitë të gjallit të shenjtë. Po të lutemi o Zot, shikoje kushtin e kishës sate. Le pranoj përflimet e cilën ndeshe të pajtojshë me ne. Le bëj që ne të cilën po ushqehemi, me korpin e me gjakun e birin tënd, të mbushur me shpirtin shenjtë, të bëhemi në Krishtin një trup e një shpirt i vetëm. Në sajt e ti u bëshim për ty një flijamshuar, që bashkë me të zhdelut e tu ta fitojnë lumturin e parajzës, se pari me të lume Marivirgjën Klince, me shenj Jozefin fatin e saj, me shenjtërit apostujt e tullë me martir të lumë, dhe me të gjithë shenjtërit me ndërmjetësinë të cilëve shpresojnë që gjithmonë të kemi ndikmen tënde. Po të lutemi o Zot që kjo flije e pajtimit tonë të vlej për paqen e shpëtimin e mbarbotes. Forcojnë e fe dhe dashuri, kishën tanë dhe urtarin mbi tokë, bashkë me shërtorin tanë papen ton Franceskun, me i peshvin ton Arianin, me udhri peshvor, me gjithë klerin tanë, si dhe me popullin që ke fituar për vete. Dëgjoj lutjet e familje sate që ke siru në pranin tande. Bashkoj me ty o ati me shirshen, të gjithë bitë tu të shpendar në përbot. Pranoj me mëshirë pran vetes në mbretërin tande, vlezërit tante e motra tona të vdekur, e le të gjithë të drejtë që në paqë me ty, kaluan nga kjo jetë, ku shpresojnë si edhe ne bashkë me ta, do të gëzojnë për gjithmonë lumturin tande, në për Krishtin Zotin ton, në për të cili je për botesh do të mirë. Ne për Krishtin e me Krishtin lëne e Krishtin, ty ho aty i gjithë postetëshëm, në bashkim me shpirtin shenjtë, të qofton dhere e lavdi, për të gjithë shekujt e shekujve. Të nëzitun nga uleri shërbuhesit, le si pas mesimit e ti hynor, marrin guxim të themi, ati hyn që jene qime, u shenjë të heroft të hemrin, armbrëtë i hajote, bavull Ndaliro po të lutemi o Zot prej të gjitha të këqijave, dhe për mirësinë tënde na jep paqen e ditët tona,
e në sajtë me shire sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit e do të jemi sigur për çdo turbulimi, duke pritur shpresën e lume ardhjen e shpëtimtarin ton, Jezu Krishtit. Je mbret, ti je i gjithëpushtetshëm. O Zot Jezu Krisht, ti u ke thënë apostujve tu, po ju le pacem, po ju ja pacem time, mos i shiko mëkatet tona, por fen e kishte sate. Jepi asaj sipas unetin tam, paqe dhe bashkim, ti që jeton në mbretëron në shekujt e shekujve. Paqa e Zoti qof për herë me ju. Jepjani njëri tjetri shenën e paqes. Është pacja ime që unë ta jap, është pacja ime që unë ta jap, është pacja ime që unë ta jap, e njëjta pace Zoti më jep. Shalom, 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 pacja me ty. Shalom, 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 pacja me ty. O qenjë hyj, të shtyje mëkatet e botës, ki me shirë për ne. O qenjë hyj, ti që shtyje mëkatet e botës, ki me shirë për ne. O qenjë hyj, ti që shtyje mëkatet e botës, jep na ne mesazh. Ja qenjë i hyjt, ja i që shtyje mëkatet e botës, lumë ata që janë të thirrur për gustin e qenjit. Unë nuk jam i denjë që me marrë pjesë në tërësën tante, por thuaj një fjalë të vetme dhe shpirtin do të shëroj.
larguash pëshnati, me mëkate të kam fye, më pajto përsëri me ty. Ki më shir, nga mëkatin e largo, me gjithë zemër të dua, o Jezus shpëtimtari ynë. Ki më shir, nga mëkatin e largo, me gjithë zemër të dua, o Jezus shpëtimtari ynë. Hyj shenjtë i fortë, ne të adhurojmë. Shenjtja Perëndi, ne të adhurojmë. Atë krijuesi ynë, ne të adhurojmë. Biri shpëtimtar, ne të adhurojmë. Shpirti dashuri, ne të adhurojmë. E lumja Trini, ne të adhurojmë. Të lutemi. Shikoj o Zot ata që të lutem me përvojë të ri, janë të lopte të letë si nërësiren e vdesme, por ti ndriqoj gjithmonë me dritën tande, le pasi të lirohen në mëshiren tande nga mëkatet, bëj të fitojnë të mira janë shuarha, në për Krishtin Zotin ton. Martë vazhdojnë përgatitje e festës së Zdanot, vazhdojnë të martet veçante, të cili dëgjojnë fjallën e Zotit e kërkojnë edhe ndërmjetësimi fuqishëm e Shenjtë Shërsa edhe pajtori i kishës sonë. Por, takim më rëndësishme është prente, në orën 5, kur me udha e kryqit fillojnë edhe këte seminar ose momente dëgjimi veçante e katekeze më intensive për të rritur e për të rinjtë, do me thanë, për ata që kanë kry ecjen filestare e për të cili kemi nevojë të gjithë për me jetuar koha e kresmeve si koha e rizbulimit e fuqin e pagzimin tonë. Për të arsye propozojnë këta katekezat më intensive. Do sa nuk kemi mundësi gjatë vitë me vinë vazhdimisht, por koncentroj një dëgjim fort e fjalës e Zotit e mesimit mbi fejnë tonë, pikërisht në këtë rast. E prente në orën 5 fillojnë, nga ora 5 deri në orën 8 afërsisht llogaritni. Ka 2 katekezat e në mes ka edhe pak pushim, edhe disa dëshmit, momente lutjes, momente adhurimi, kemi, do me thanë, janë 2 orë plot me kuptim e me përjetin shpirtëror. Naturisht, ndoshta keni
disa ndoshta nuk ka mundësi për me vinë prej fillimi deri në fund, por vini edhe çka keni mundësi për me marrë, do të thonë keni mundësi për me vinë një pjesë, vini e merrni ato pjesë. Ne vazhdojmë, ideala është të merri pjesë prej fillimi deri në fund, por edhe nëse vini, nuk ka se kemi një regjistrim si kurse shkollor, do të thonë, vini, merrni, rrini sa keni mundësi e sa më shumë keni mundësi. Shtune rifilojnë në orën 9:30, dhe mas një pak lutje që bajnë, adhurimi do të fillojnë me katekes tjetër edhe me njëjti skemë deri në orën 12. Mas ditë rifilojnë në orën 5 e vazhdojnë si në ditën e premte. E diela, mesha e mas meshe vazhdojnë. Katekezat janë 7 katekeza kryesore, do të kemi edhe disa gjona më të vogle. E para do të baj unë, e dyta është Don Vitor Potaj, që vjen mes nesh, e treta e ka Mondi, e katërta prapë Vitor Potaj, ndërsa mas ditë do të kemi famulitari i Bathores, Don Stefano, e mas Don Stefano, Motë Rita, që banë katekezën e 6. Dërsa katekeze fundit, mas mesh, do të bajnë prap unë. Hapja e mbyllja. Thoj që ai që ka fjale pare fundit, ase ma i rëndësishëm, nuk e di, por do t'jetë në tentative për me gjalleruar ndërgjegjen tonë. Mirë, rikujtoj ata katekumenet, se sot nuk ka katekes të katekumenve, sepse e kemi mas ditë, si ka imruar Kondori me telefon, besoj, mas ditë të i peshvia të katedralja, me një takim veçantë me i peshvi që dëshiron me njohur katekumen që janë në esje. Do të fillojnë në orën 4 të kisha katedrale. Zoti qof me ju. Ju bekofty i gjipustet shemati, e biri dhe shpirti shenjt. Amen. Mesha u krye, shkoni në pace.